Gjatë kësaj jave mora pjesë në summitin Time to Decide Europe 2025, koha për të vendosur Europa 2025. Një forum i nivelit lartë që trajton çështje kyçe lidhur me aktualitetin dhe të ardhmen e Europës. Time to Decide Europe 2025 u zhvillua në një kohë kur Europa përballet me sfida të shumanshme dhe paneli i tretë që pata nderin të drejtoj u fokusua tek sfidat me të cilat përballen shtetet e vogla në një botë ku rendi dhe rregullat e përbashkëta janë në krizë dhe në një Europë ku lufta në Ukrainë po dikton një kthes të pa imagjinueshme vetëm deri pak vite më parë, duke filluar nga riarmatimi masiv, po jo vetëm. Krenari që përsëri, Shqipëria u çmua për rolin rajonal dhe qasjen e saj ndaj marrëdhënieve ndërkombëtare. Jemi natyrisht një vend dhe një shtet shumë i vogël, por hap pas hapi po rrezatojmë një shëmbëltyr të respektuar nga të gjithë në arenën ndërkombëtare. Duke e rikthyer sërish vëmendjen tek hapësirat publike, edhe gjatë kësaj jave puna për çlirimin e tyre vazhdon. Shtesat vend e pa vend, uzurpimet e pa justifikueshme dhe të pa tolerueshme, vazhdojmë t'i përballim pa u ndalur për asnjë moment, ndërkohë që në Tiranë ka ecur mëtej puna dhe sasia e hapësirave të çliruara ka kapërcyer mbi 100.000 metra katror, edhe në Vlorë, ku problematika është jo e lehtë, puna ka ecur me çlirimin e një segmenti kyç, jo vetëm për Vlorën, por edhe për industrinë tonë kombëtare të turizmit, që është rruga transballkanike, një zonë e rëndësishme ku qytetarëve u janë rikthyer sërish ambientet e tyre të përbashkëta, natyrisht kanë nevojë të rikualifikohen, por ku njëkohësisht edhe të gjithë atyre që masivisht kalojnë nga rrugë do t'ju çelen syt kur i thon fjalës. Edhe gjatë kësaj jave kemi qenë në dispozicion të qytetarëve me parashtresat në detaje përmes dëgjesave publike të buxhetit të vitit që është në prag. Një vit që hyn me këmbë të mbarë për shqiptarët sa i përket të ardhurave në radh parë, në paga dhe në pensione, por edhe sa i përket investimeve publike, që do të shënojnë përsëri të gjitha këto së bashku një rritje historike. Tani më Shqipëria është në një nivel tjetër. Ky është një fakt që do të bëhet çdo vit dhe më i prekshëm në jetën e përditshme të njerëzve tanë, të atyre që jetojnë me punë, qoftë në sektorin publik e qoftë në atë privat, në jetën e përditshme të pensionistëve, gjyshve dhe gjysheve tona, në jetën e përditshme të atyre më në nevojë, për të cilët mbrojtja sociale vjen duke u rritur. Sepse ata që na dhanë besimin e jashtëzakonshëm me 83 mandate, një mbështetje e pa precedent për Shqipërinë 2030, jo vetëm meritojnë çdo vit më shumë, por do të kenë çdo vit e më shumë, pasi bara e borxhit ndaj tyre është e tillë që do të na bëjë të vazhdojmë të rrisim punën tonë për ditë e për ditë. Edhe një herë dua ta ritheksoj qëndrimin tim lidhur me domosdoshmërinë e mosërimit të parimit themelor të ruajtjes së balancës mes pushteteve kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë dua ta theksoj se ankimimi që kam bërë në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike, nuk është as një kundërvënie ndaj drejtësisë, nuk është as një presion mbi çdo qoftë, përfshirë edhe këto shpjegime të cilat janë të domosdoshme për ata që më kanë besuar privilegjin e udhëheqjes të vendi. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, parlamentit,
nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Arsyeja pse unë ndaj disa shembuj me publikun është për të kuptuar deri në fund se çfarë ka ndodhur, çfarë po kalojmë dhe çfarë po përpiqemi dhe po përpiqem të bëj përmes adresimit të kësaj problematike befasuese dhe të befasishme në gjykatën kushtetuese. Dhe të ndaj jo vetëm pasojat, po dhe dëmet që mund të bëhen të pallogaritshme. Ja për shembull, janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre dalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Për sa kohë, siç kanë konstatuar me shqetësim më shumë se sa njëherë autoritetet e Këshillit të Evropës, paraburgime dhe arrestet e shtëpisë pa gjyq janë bërë, si thua, buke djathtë në Shqipëri. Por fakti është se ata nuk hetohen në gjendje të lirë. Dhe kështu, cila është pasoja? Pasoja është se lihen pa kokë edhe dy institucione tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Mirë po, pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Dhe pse kjo pasojë tani bëhet e pariparueshme? Për sa kohë, pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antarit kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe drejtën e këtyre emërtesave. Kaq e thjesht është pse ministri nuk mund të pezullohet si t'ishte një funksionar publik i çfarëdo lloji niveli tjetër. Ka një devizë, ne e kemi ndjekur si postulat, mos ndërhyjnë punën e drejtësisë. Por nga tjetër, kjo ndërhyrje brutale në trupin e qeverisë është një këmban alarmi që duhet dëgjuar deri në fund për të mos u përsëritur më kurrë. Dhe kështu, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke rivendosur në pozicionet kushtetuese njëri tjetrin, ndihmojmë Shqipërinë, ndihmojmë konsolidimin dhe modernizimin e shtetit shqiptar. Siç ndodh shpesh në këtë tryezë të podcastit flasim, njerëz nga rrugë të ndryshme të jetës bashkohen si në një udhkryq ku lidhen eksperiencat e punës, eksperiencat e ëndrave dhe ambicieve për të bërë sukses dhe patjetër eksperiencat e suksesshme që sipas gjitha gjasave do të bëhen edhe më të suksesshme. Dhe unë jam vërtet i privilegjuar që të merrem mundësia që me këtë rast këtyre shqiptarëve të zakonshëm që bëjnë gjëra të pazakonshme të bëj edhe reklamën falas. Faleminderit. Atëherë, Fran, po e fillojmë nga ty. Ti ke investuar tani më në Durrës, në përpunimin e algave, dhe ke lindur në një fshat afër Pejës. Po, në Gjurakovc, komuna i Stogut, Petrofta. Aleksi njep. Na e thuaj pak se si ka vazhduar jeta jote mbasi linde në atë fshat afër Pejës. Interesant. Unë me shkollën filloj përfundova në Gjurakovc. Dhe ke studiuar në Prishtinë, po masterin e ke kryer në Zagreb dhe Rotterdam Erasmus. Po. 84-shin. Po. Në të njëjtën ndryshoi sistemi dhe ne ishim ajo gjenerata e demonstratave dhe situata nuk shkonte mbar dhe nuk u dorëzuam. Fillum në rrugë për Kosova pavarur, sot kemi Kosovën pavarur, nuk ka qenë rrugë e lehtë, rrugë e gjatë. Po, fati deshti ashtu që unë të jetoj në Hollandë, se nusi eshen nga Holanda.
Holandeze. Dashur në bën me pej. Në Zvicër, isha student. Pastaj kur ktheva në Kosovë, biletat ishin shtreta me udhëtuke në Holland. Vam dasëm pej. Patëm një 20 musafir nga Holanda, po erdhen informata që nuk kemi dëshiruar shumë për pushtetin e do desht, i thonë unë se s'po ikim për Holanda.